Të gjithë e posedojmë këtë kartel. Në një takim me gazetarët, një biznismen i njohur nga Emiratet e Bashkuara u pyet se cila ishte situata më e çuditshme që kishte përjetuar në jetë, kurse ai ju përgjigj kështu: një natë prej netëve isha i mërzitur dhe vendosa të shëtiti në ajër të pastër. Duke ecur në përlagje, kalova afër një xhamie të hapur dhe thash në vete: pse nuk hyj brenda dhe t'i fal 2 rekat namaz? Më pas hyra në xhami dhe në të pash një njeri i cili që drejtuar ka kibleja. I kishte ngritur duart dhe i përullur në heshtje e me bindje. I lutej Zotit. Nga mënyra e lutjes së tij e vërejta se ishte nevojtar dhe i thash: e pash se luteshe dhe ishe i përullur në lutjen tënde sikur ishe nevojtar, a është ashtu? Kurse ai mu përgjigj: kam borxhe që më mundojnë dhe më mërzisin. Sa janë ato? I thash. 4.000 dirhem, më tha. I nxora 4.000 dirhem dhe ja dhash, kurse ai u gëzua shumë, më falenderoi dhe u lut për mua. Pastaj e mora kartelen në të cilën gjendej numri im i celularit dhe adresa e zyrësime dhe i thash që sa herë që të ketë nevojë, mos të hezitoj të më lajmëroj ose të më vizitoj. Sinqerisht mendova se do të gëzohet nga këto fjalë, por u habita nga përgjigja e tij. Vëllai im, Allahu të shpërbleft me të mira, më tha. Unë nuk kam nevojë për këtë kartel. Çdo herë që të kem ndonjë nevojë apo breng, do t'i fal 2 rekat namaz, do t'a los Allahun dhe do t'i kërkoj nga ai. Kështu Allahu do të ma lehtësoj gjendjen time, ashtu siç ma lehtësoi këtë herë. Ky që rasti që më befasoi shumë dhe ma përkujtoi hadithin e pejgamberit të Allahut, lavdi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, i cili thot: sikur t'ju kishit mbështetur Allahut ashtu siç duhet, do t'ju kishte furnizuar, ashtu siç furnizon shpezët. Dalin në mëngjes të uritur dhe kthehen në mbrëmje të ngopur.